Përshëndetje. Sot do të informoja për një botim që kam bërë në Libroteka. Është një libër e buk, vetëm në internet, domethënë. Nuk e vura si libër në letër, por vetëm në internet. Do të futesh në faqen e Librotekës të lexosh. Kushton 3.000 lekë tani, për një muaj. Tani ky libër është libri Tetrarkët e Lirë. Nofta njerëzit nuk kanë mësuar me këto, sepse janë përbajat. Shumë charlatan, shumë mashtruesa, shumë njerëz të paaft flasin, po janë shumë në përgjithësi, po janë shumë fare. Edhe bëjnë zhurmë, krijojnë një kaos, një kakofoni, domethënë për ta ulur, për ta përbajate. Edhe njerëzit bezdisen. Ndërsa ky nuk është i tillë, sepse është një libër që është bërë një analizë për kohën e Dioklecianit. Tetrarkët ishin Diokleciani, Galeri, Masimiani dhe Konstanco Kloro, babai i Konstantinit të Madh. E themi babai i Konstantinit të Madh sepse asnjë se njeh, por që është një nga personazhet më të mëdhenj të historisë së qytetërimit, Konstanco Kloro. Kuptohet që ishte Diokleciani kryetari i këtyre, domethënë ishte më i madhi. Ai që se ishte një tip këshilli. Ai vendosi. Por këta Diokleciani ka bërë mbylljen e epokës të Romës. Roma nuk ishte shtet. Shteti ishte vetëm për Romën, për qytetarët e saj. Pra të zonë aty, pra pellgun aty. Jo për vendet e tjera. As për zona Milano, as për Sicilinë, as për Kalabrinë, apo këtej poshtë, Apulia. Imagjino të tjera, për shembull, si veriu Afrikës apo perëndimi i Azisë, që ishte Siria, Libani, Anadolli, për shembull, Ballkani dhe Evropa, që ishte të merrshme. Ka qenë, gjatë gjithë kohës Roma ka qenë shtypse, vrastare, grabitse. Unë kam bërë një analizë të shkurtër, por shumë esenciale. Dhe do shikoni se këta të katërt vendosën kulturën ilire për formimin e shtetit. Dhe praktikuan kulturën ilire për formimin e shtetit. Ati shteti që ne praktikon sot gjithë botën. Janë këta reformatorët, janë këta Diokleciani, një nga personalitetet më të mëdha të historisë së njerëzimit, për mos të më i madhja. Nuk ka histori njeri si ky. Nuk e ka bërë asnjëri këtë gjë, dhe ne po e praktikojmë sot atë. Shikoni, lexojeni me vëmendje, 70 faqe janë, nuk janë shumë. Ka një çmim simbolik 3.000 lekë, se jo taksa, jo Libroteka, nese. Nuk e se të më ngelet në një kushet, po të paktën të vazhdojmë të ecim para, sepse në qoftë se do ta kërkoni për shembull edhe për ta bërë në letër, libër, do ta lejoj që edhe të bëhet të shitet si libër. Por filloni që ta lexoni, që të shikojmë ta shikoni në të vërtetë çfarë është. Sepse do t'ju japi një ndjesi që nuk e keni patur ndonjëherë. Do t'ju prek në ndërgjegje. Shumë gjë e bukur. Edhe shikoni se kam bërë një paralelizëm me Perandori Osmane. Mos dëgjoni palacot e charlatanët, këta që bëjnë propagandë islamike të këtyre e të turkëve, të Turqisë. Ishte një band maskarinsh, një band kriminale ishte. Mos shikoni filmat e turkut.
Kështu ka qenë, si që ishte Roma, e njëjta gjë. Mirupafshim.